Drejtuesit e grupeve parlamentare të koalicionit të qeverisë në Gjermani kanë arritur një marrëveshje bazë për mënyrën e organizimit të shërbimit ushtarak të ardhshëm sipas njoftimeve të televizionit ARD, pas javësh konsultimesh mes ministrit të mbrojtjes Boris Pistorius dhe përfaqësuesve të partive të koalicionit është dakordsuar një model i ri për kombinimin e shërbimit vullnetar me një mekanizëm detyrues për të rinjt. Sipas detajeve të para që raportojnë mediat gjermane, gjë të rinj do të kalojë një kontroll mjekësor vjetor i cili do të jetë i detyruar. Në rast se numri vullnetarëve nuk është i mjaftueshëm, do të përdoret një sistem llotarie për të përcaktuar se kush do t'i nënshtrohet shërbimit ushtarak. Ky mekanizëm nuk prek të gjitha grup moshat, por përshëndrohet te të rinjt e përshtatshëm për rekrutimin. Fillimisht, Pistorius mbështet një model të bazuar vetëm në rekrutimin vullnetar, por CDU-CSU kishte kërkuar një mekanizëm automatik në rast mungesës të vullnetarëve. Pas javësh negociatash dhe një propozim kompromisi nga ekspertët politikë mbrojtjes në Bundestag në tetor, është arritur dakordësia që të kombinohen të dy modelet, fillimisht vullnetar dhe më pas llotaria për të plotësuar nevojat. Ky plan synon të përballojë kërcënimet e ardhshme duke rritur numrin e trupave të përhershëm në Bundeswehr nga 10.000 deri në 260.000, ndërsa rezervistët do të arrijnë rreth 200.000. Pjesa më e madhe përmes shërbimit të detyrueshëm, rritja e kapaciteteve është lidhur ngushtë me ndryshimet strategjike të NATO-s dhe shqetësime për aktivitetet e Rusisë në rajon. Ky projekt do të paraqitet zyrtarisht në Bundestag për miratim dhe pritet që të shënojë një kthesë të rëndësishme në politikat e mbrojtjes së Gjermanisë, duke garantuar një forcë të aftë dhe të përgatitur për sfidat e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare.